Vajza nga fieri, e kam shumë të ngushtë, sa askush nuk më fut dot brenda vetes. Unë quaj Mera, një emër i lehtë si era që fryn në sheshet e fierit, që sjell erën e naftës nga kodra dhe pluhurin e bardhë nga fabrikat. Por unë nuk jam e lehtë, jam e rëndë dhe mbushur me diçka që nuk di ta shpjegoj dot, diçka që më mban të mbyllur, të ngushtuar, të pamundur. Jam 25 vjeçe dhe deri më sot askush nuk ka mundur të më futet brenda, jo në trup, por në shpirt, sepse unë kam një mur të lartë, të trashë, të padukshëm, që më rrethon prej ditës që kam lindur. Dhe unë vuaj në heshtje, në vetmi, në atë qytet të shkret ku gjithkush njeh gjithkënd, por askush nuk më njeh mua. Kjo është historia ime, historia e një vajze që ka shumë të ngushtë, aq sa askush nuk e fut dot brenda vetes. Kur isha e vogël, mendoja se të gjithë fëmijët ishin si unë, të vetmuar, të friksuar, të paaftë, të afroheshin me njëri tjetrin, por unë nuk ishte kështu. Unë i shikoja nga dritaret e shtëpisë sonë, në lagjen e Polonia, tek luanin në rrugë, tek qeshnin, tek preknin njëri tjetrin pa e menduar dy herë, dhe unë doja të isha atje, doja të vrapoja me ta, të prekesha, të qeshja, por diçka më ndalonte. Një zë brenda meje më thoshte: "Mos shko, ata nuk të kuptojnë, ti je ndryshe." Nëna ime, zonja Lumturi, ishte një grua e lodhur nga jeta, punonte në një fabrikë veshjesh, kthehej në shtëpi me duart të shpuara nga gjylpëra, me sy të skuqur nga lodhja. Ajo nuk ishte kohë për pyetje, për përqafime, për të më shpjeguar pse unë isha ndryshe. Babai im, zoti Agim, ishte një bur i heshtur, nga ata që pin duhan në balkon dhe shikojnë horizontin pa para asgjë. Ai më donte, e di, por dashuria e tij ishte e ftohtë, e largë, si dielli në dimër. Kur mbusha 18 vjeçe, fillova të kuptoj se diçka nuk shkonte me mua. Nuk isha si vajzat e tjera. Ato qeshnin me zë të lartë, flisnin për djemt, putnin njëra tjetrën në faqe kur takoheshin. Unë rrija gjithmonë pak më larg, duke vëzhguar, duke mësuar, por pa marr pjesë. Kur dikush më afroi shumë, trupi im ngurtësoi, duart më djersiteshin dhe unë gjeja një justifikim për t'u larguar. Era është e rezervuar, thoshte nëna ime, kur miqtë e saj pyesin pse nuk flisja shumë. E ka marrë nga unë, por nuk ishte rezervë, ishte tjetër gjë. Ishte një derë e mbyllur, një derë që unë vetë nuk dija si ta hapja. Gjimnazi në Fier ishte një makt i gjatë 4 vjeçar, jo sepse mësuesit ishin të këqinj, ose sepse mësimi ishte i vështirë, por sepse atje, më shumë se kudo tjetër, unë ndjeja ndryshimin tim. Vajzat e tjera flisnin për të dashurit e tyre, për puthjet e para, për netët e para. Unë rrija në bangën time, pranë dritares dhe shikoja jashtë, shikoja qiellin, pemët, ndonjë zog të vetmuar, dhe mendoja, pse nuk mund të jem si ato, pse nuk mund të dua si ato, pse jam kaq e ngushtë, kaq e mbyllur, kaq e pamundur. Një djalë, Emili, u përpoq të më afrohej. Ishte i butë, i kujdesshëm, më sillte lule, më priste pas shkollës. Unë e lija, sepse nuk dija si të ndaloja pa e lënduar. Por kur ai u përpoq të më merrte dorën, unë u tërhoqa si e djegur. Ndjeva një panik që më përmbysi, një frikë të egër që më mbushi syt me lot. "Çfarë ke era?" më pyeti ai i shqetësuar. "Të kam friksuar?" Unë tunda kokën, por nuk mund të flisja. Fjalat më kishin mbetur në fyt sigur. Ai u largua atë ditë dhe nuk u kthye më. Dhe unë qava atë natë, jo për të, por për veten time, për atë mur që nuk dija si ta rrëzoja. Pas gjimnazit vendosa të largohem nga Fieri. Doja të filloja nga e para, të bëhesha dikush tjetër. Zgjodha Tiranën, fakultetin e gjuhëve të huaja, anglishten. Mendova se një qytet i madh, plot njerëz të panjohur, do të më ndihmonte të hapesha, të ndryshoja, të bëhesha normale. Në fillim gjithçka dukej më mirë. Njoha njerëz të rinj. Shkoja në leksione, rrija në kafene me ta, por muri ishte ende aty. Kur dikush përpiqej të më njihte vërtet, të më pyeste për jetën time, për ndjenjat e mia, unë mbyllesha. Ndryshoja temë, largohesha, futesha në bibliotekë me orë të tëra vetëm për të shmangur bisedat e thella. Ishte atëherë që takova Anën. Ajo ishte nga Shkodra, e hapur, e ngrohtë, me një buzëqeshje që të bënte të ndihesh e mirëpritur. Ne u bëm shoqe dhome në konvikt, por për herë të parë në jetën time mendova se kisha gjetur një mike të vërtet. Ana fliste shumë, më tregonte për familjen e saj, për dashurinë e saj, për ëndrat e saj. Unë e dëgjoja, e doja ta dëgjoja, por kur ajo më pyeste, "Po ti Era, si ndihesh? Çfarë do ti?" Unë ngrija supet dhe thosha, "Mirë jam, asgjë e veçantë." Një natë ajo ul pranë meje në shtrat, më mori dorën dhe më tha, "Era, unë e di që ti fshe diçka, e di që vuan, por nuk mund të ndihmoj nëse nuk më lë të hyj brenda teje. Më lër të futem, të paktën pak." Unë shikoja në sytë e saj, pash sinqeritet, pash dashuri, pash një dorë
të zgjatur drejt meje dhe desha aq shumë t'i tregoja gjithçka, të qaja në supin e saj dhe të lëshohesha më në fund. Por muri ishte më i fortë se unë. Tërhiqa dorën, unë grita dhe dola nga dhoma. Dola në korridorin e errët të konfliktit, unë mbështeta pas murit dhe qava në heshtje, pa lot, pa zë, me atë dhimbjen time të vjetër që nuk më linte kur rehat. Vitin e tretë në universitetit takova Martin. Ishte studenti i arkitekturës i qetë, i menduar me sy të thellë që të shikonin sikur donin të lexonin shpirtin tënd. Ndryshe nga djemtë e tjerë, ai nuk më afroi shumë, nuk më prekte pa leje. Fliste me mua nga larg, më pyeste për libra që lexoja, për muzikën që dëgjoja, dhe unë për herë të parë ndjeva diçka, një ngrohtësi, një dëshirë për ta parë, për ta dëgjuar, një dëshirë për t'u afruar. U takuam disa herë në bibliotekë, pastaj në kafene, pastaj në park. Ai ishte i duruar, shumë i duruar, nuk më kërkoi kurrë asgjë që unë nuk isha gati të jepja, dhe unë fillova ta besoja se ndoshta më në fund mund të ndryshoja, që për të mund ta rrëzoja atë mur. Një mbrëmje vere ishim ulur në një stol në parkun e liçenit artificial. Qielli ishte portokalli, era e lehtë, gjithçka dukej perfekte. Martini më mori dorën, nuk e tërhoqa. E lash atje, në dorën e tij duke ndjerë ngrohtësinë e gishtave të tij. Era, tha ai, unë të dua shumë, dhe dua të jem me ty, të njoh vërtet, të futem në botën tënde. Unë e shikova, desha t'i them, edhe unë ty Martin, dua të lë të hysh, por fjalët nuk dilnin. Muri ishte ende aty, duke më shtrënguar, duke më mbytur. Ai u afrua ngadalë për të më puthur. Buzët e tij ishin afër, shumë afër, dhe unë pash veten time sikur nga jashtë një vajzë e ngrirë me sy të hapur nga frika, me trup që dridhej, dhe në çastin e fundit u tërhoqa. Unë grita në këmbë dhe ika duke vrapuar, pa shikuar prapa, duke lënë Martinin aty me pyetjen e tij pa përgjigje. Atë natë nuk fjeta, qava derisa më thanë syt duke mallkuar veten time, duke mallkuar atë mur që nuk dija ta rrëzoja, dhe të nesërmen mora një vendim, do të largojmë nga Tirana, do të kthehem në Fier, do të pranoj se jam e pamundur, se askush nuk do të futet dot brenda meje. U ktheva në Fier pas diplomimit, shtëpia e prindërve më priti e njëjtë, me erën e duhanit të babait dhe zhurmën e makinës qepse të nënës. Ata ishin plakur, unë isha rritur, por gjithçka duke njësoj, dhe unë isha njësoj, e njëjta vajzë mbyllur, e njëjta era që nuk dinte të hapej. Fillova punë si mësuese anglishtej në një shkollë të mesme. Fëmijët më donin sepse isha e qetë, e duruar, i dëgjoja, por pas orarit të mësimit kthehesha në shtëpi dhe mbyllesha në dhomën time. Lexoja, shkruaja, dëgjoja muzikë dhe prisja diçka që nuk vinte kurrë. Netët ishin më të vështirat. Në errësirë, kur gjithçka qetësoi, unë mbetesha vetëm me mendimet e mia, dhe ato mendime ishin si një lum që mbytej, që nuk dilte dot. Dëshira për të qenë normale, për të dashur dhe për të dashur, për të pasur dikë që të më prekte pa më friksuar. Por sa herë përfytyroja dikë pranë meje, muri ngrihej përsëri, i lartë e i padepërtueshëm. Pas 2 vitesh në Fier, kur kisha humbur çdo shpresë se diçka do të ndryshonte, takova Klevisin. Ai ishte mësues i ri në shkollën time, sapo kishte ardhur nga Vlora, i gjatë, me sy ngjyrë kafe, me një buzëqeshje që të bënte të ndjeheshe e veçantë. Në fillim nuk e vura re, por ai më vuri re mua. Filloi të më kërkonte gjatë pushimeve, të më pyese për punën, për librat, për jetën. Unë përgjigjesha shkurt si gjithmonë, por ai nuk dorëzoi. Ishte i duruar, i butë, i kujdesshëm. Më kujtonte Martinin, por ishte ndryshe, kishte diçka më të ngrohtë, më të sigurt. Një ditë pas shkollës më tha: "Era, pse nuk pim pak bashk? Do të doja të njihja më mirë." Pranova. Nuk e di pse, por pranova. Shkuam në një kafene pranë shkollës, një vend i vogël i qetë. Ai foli për veten, për Vlorën, për familjen e tij. Unë e dëgjova si gjithmonë, por pastaj ai më pyeti: "Po ti Era, kush je ti vërtet? Çfarë fshe pas atyre syve të trishtuar?" Dhe unë për herë të parë ndjeva dëshirën për të folur. Jo gjithçka, por diçka. I thash për fëmirin time, për vështirësinë për t'u afruar me njerëzit, për atë mur që më rrethonte. Ai më dëgjoi, pa më ndërprerë dhe pa u habitur, pa më gjykuar. "E di çfarë të them Era?" tha kur mbarova. "Ti nuk je e çmendur, nuk je e prishur, nuk je e pamundur. Ti je thjesht e lënduar, dhe të lënduarit kanë nevojë për kohë, për durim, për dikë që të pres pa kushte." Klevisi nuk u dorëzua. Për një vit të tërë ai qëndroi pranë meje, pa kërkuar asgjë, pa më shtyr, pa më bërë presion. Vinte në shtëpi, rinte me mua në obor, fliste për gjëra të thjeshta, më sillte libra, muzikë, ëmbëlsira, më mësoi të qeshja përsëri, të ndjeja gëzim për gjërat e vogla. Dhe ngadalë, shumë ngadalë, muri filloi të dobësohej, jo të binte, por të dobësohej. Fillova ta lija të më prekte,
dorën pa u tërhequr, fillova ta shikoja në sy pa u friksuar, fillova të flas më shumë, të tregoj më shumë për veten time. Një mbrëmje, ishim ulur në divanin e shtëpisë sime duke parë një film. Ai më mori dorën dhe unë e lash. Pastaj më tërhoqi butësisht pranë tij dhe unë shkova. Unë mbështeta në supin e tij, duke ndjerë ngrohtësinë e trupit të tij, duke dëgjuar rrahjet e zemrës së tij. Dhe për herë të parë në jetën time nuk pata frikë. Për herë të parë muri u hap pak dhe unë lash dikë të hynte. Era përshpëriti ai, të dua. Edhe unë. Me zë që mezi dëgjoj, i thash, edhe unë ty, Klevis, edhe unë ty. Muajt vijuan dhe lidhja jonë thellua. Klevisi ishte gjithçka që kisha ëndërruar, i butë, i duruar, i dashur, më trajtonte si diçka të çmuar, të brisht, që kërkonte kujdes, dhe unë fillova të besoja se më në fund do të isha normale, se më në fund dikush do të futej brenda meje plotësisht. Një natë ai qëndroi vonë në shtëpinë time. Prindrit e mi kishin shkuar në një dasëm dhe ne ishim vetëm. Ishim ulur në dhomën time, duke biseduar, duke qeshur, duke u afruar gjithnjë më shumë. Dhe kur ai u përkul të më puthe, unë nuk u tërhoqa. E lash të më puthe dhe ishte e bukur. Ishte më e bukura që kisha ndjerë ndonjëherë. Por pastaj gjërat shkuan më tej. Duart e tij filluan të më preknin, të më eksploronin, të kërkonin më shumë. Dhe unë përkohësisht isha mirë, doja të isha mirë, doja të vazhdoja, të shkoja deri në fund, të jepja atë që ai meritonte. Por kur ai u përpoq të hynte vërtet brenda meje, muri u ngrit përsëri, pa pritur, pa paralajmërim, me gjithë forcën e tij. Trupi im u ngurtësua, duart më filluan të dridheshin, zemra më rrite aq fort sa më dëgjoi në vesh. Një panik i egër më pushtoi, një frikë që nuk e kisha kontroll dot. Ndalo, përshpërita unë me një zë që nuk njihej. Të lutem, ndalo. Klevisi ndaloi menjëherë. U largua nga unë, më shikoi në sy dhe pa panikun tim, në fytyrën e tij nuk pa inat, as zhgënjim, por vetëm shqetësim. Çfarë ke era? Të lëndova. Unë tunda kokën, por nuk mund të flisja. Lotët më rodhën pa pushim, ndërsa unë përpiqesha të merrja frym, të qetësohesha, të shpjegoja atë që as unë vetë nuk e kuptoja. Ai më mbajti në krah pa folur, pa kërkuar asgjë derisa u qetësova dhe pastaj më tha: "Nuk ka rëndësi era, nuk ka as pak rëndësi, ne kemi kohë, do të pres sa të duash, gjithë jetën nëse duhet." Pas asaj nate unë u përpoqa shumë herë, përpiqesha të detyroja veten time të isha normale, të lëshohesha, të pranoja atë që çdo grua e moshës sime pranonte natyrshëm. Por sa herë ai afrohej shumë, sa herë ndjeja se po i afroheshim asaj pike, trupi im ngrihej, mendja ime mbyllej dhe unë tërhiqesha. Klevisi ishte i duruar, gjithmonë i duruar, më mbante në krah, më qetësonte, më thoshte se nuk ishte problem, se nuk ishte kjo gjëja më e rëndësishme, por unë e dija se për të ishte, për çdo burrë është dhe unë nuk po ja jepja dot. Fillova të urrej veten time, ta urreja atë trup që më tradhtonte, atë mendje që më mbyllej, atë mur që nuk rrëzoi dot. Pse nuk mund të isha si të tjerat? Pse unë duhet të vuaja kështu? Pse Zoti më kishte bërë kaq të ngushtë, kaq të pamundur? Një natë, pas një përpjekje tjetër të dështuar, u mbylla në banjë dhe qava me ngashërim, qava për orë të tëra, derisa syt më thanë dhe zëri më u kuput. Dhe atje ulur në pllakat e ftohta vendosa diçka. Do të lë Klevisin të largohet, do ta liroj nga kjo barë që isha aty, sepse ai meritonte një grua normale, një grua që mund ta donte plotësisht, pa kushte, pa frikë. Të nesmen i thash se nuk mund të vazhdoni më, se unë isha e pamundur, se ai meritonte më mirë. Ai nuk pranoi në fillim, u përpoq të më binte se dashuria nuk ishte vetëm ajo, se ne kishim gjëra të tjera, se ai donte të ishte me mua pavarësisht gjithçkaje, por unë isha e vendosur. E shtyja, e lëndoja me fjalët që nuk i besoja, i thoja se nuk e doja mjaftueshëm, se nuk isha e sigurt për të. Gënjeva për të shpëtuar nga unë. Ai u largua të mbrëmje. Kur doli nga dera, pash në sytë e tij diçka që nuk e kisha parë kur më parë, një dhimbje të thellë, të heshtur, të pafund, dhe unë e dija se isha unë që e kisha shkaktuar. Pas largimit të tij u mbylla në dhomë dhe nuk dola për 3 ditë. Nëna trokiste, sillte ushqim, lutej të hapja, por unë nuk e hapja. Rija aty në errësirë duke kujtuar çdo moment me të, çdo buzëqeshje, çdo përqafim, çdo puthje dhe duke u pyetur pse unë nuk mund isha normale, pse unë duhet të isha kaq e ngushtë, kaq e mbyllur, kaq e pamundur. Pas disa javësh fillova të dal përsëri. Shkoja në punë, kthehesha në shtëpi, rija me prindrit, jeta vazhdonte, zbrazët e ftohtë, e pajetë. Klevisi nuk u kthye më. Dëgjova se ishte kthyer në Vlorë, se kishte filluar një jetë të re. U luta që të ishte i lumtur edhe pse unë nuk isha, por një ditë ndodhi diçka që nuk e prisja. Ishte ulur në oborrin e shkollës, në një stol duke parë nxënësit që luanin.
kur një vajzë vogël rreth 10 vjeçe ul pranë meje. E njihja, ishte nxënësja ime, por jo në klasën time. Pse rini gjithmonë vetëm, zonjusha Era, më pyeti ajo. U çudita nga pyetja. Nuk e di e dashur, ndoshta jam mësuar kështu. Ajo më shikoi me sytë e saj të mëdhenj dhe më tha: "Edhe unë jam vetëm. Nuk kam shok, por unë nuk dua të jem vetëm." Ato fjalë të thjeshta të një fëmije më prekën në një mënyrë që nuk e prisja. Nuk dua të jem vetëm. As unë nuk doja, por unë kisha zgjedhur të isha vetëm, sepse kisha frikë. Isha zgjedhur të largoja njerëzit para se ata të largoheshin nga unë. Kisha zgjedhur murin, sepse muri ishte i sigurt. Por ajo vajzë e vogël më kujtoi se siguria nuk është gjithçka, se ndonjëherë duhet të rrezikosh të lëndohesh për të jetuar vërtet. Atë ditë vendosa të kërkoj ndihmë, jo nga prindrit, jo nga miqt, por nga dikush që kuptonte. Gjeta një psikologe në Tiranë, një grua të moshuar me sy të mençur dhe zë të qetë. Fillova të shkoja tek ajo, çdo javë duke e udhëtuar me furgon për orë të tëra, duke shpenzuar ato pak para që kisha. Në fillim ishte e vështirë, të flisja për veten time, për frikën time, për atë mur që më rrethonte. Ishte si të zhvishesha para një të panjohure, por ajo dinte të priste, të dëgjonte, të më bënte pyetjet e dugura. Era më tha një ditë: "Ti nuk e frik nga të tjerët, ti ke frik nga vetja jote, ke frik nga ajo që mund të ndjesh nëse lëshon kontrollin, ke frikë se nëse hapesh do të thyhesh." Dhe unë kuptova se kishte të drejtë. Frika ime nuk ishte nga të tjerët, por nga unë vetë, nga ajo që mund të zbulonin nëse muri binte, nga dhimbja e vjetër që kisha gëmrulluar prej vitesh. Pas një viti terapi, diçka filloi të ndryshonte. Jo muri, por unë. Fillova të kuptoj se nuk isha e prishur, se nuk isha e pamundur. Isha thjesht e lënduar dhe të lënduarit ka nevojë për kohë, për durim, për dashuri. Fillova të flas më shumë me njerëzit, të ri më gjatë me ta, të pranoj ftesat për kafe. Nuk ishte e lehtë, por ishte më mirë se më parë. Dhe një ditë takova dikë, një burr të qetë, të moshuar, që punonte në një bibliotekë. Nuk ishte dashuri, ishte miqësi, por ishte një fillim. Ai më mësoi se intimiteti nuk është vetëm ai që unë kisha frikë. Intimiteti është edhe një bisedë gjatë, dhe një dorë mbajtur, dhe një buzëqeshje e ndarë, dhe unë mund të bëja të gjitha këto. Unë mund të jepja dhe të merrja dashuri, edhe nëse nuk mund të jepja atë që bota pret nga një grua. Sot jam 32 vjeç, ende jetoj në Fier, ende jap mësim në të njëjtën shkollë, ende kam murin tim, por tani nuk është më një burg, është një kopsht i mbyllur dhe unë lejoj të hyjnë vetëm ata që e meritojnë. Kam mësuar të dua ndryshe, jo siç duan të tjerët, por siç mund të dua unë. Kam mësuar të pranoj veten time me të gjitha kufizimet e mia, me të gjitha plagët e mia, me të gjitha frikrat e mia. Dhe kam mësuar se të qenit e ngushtë nuk është turp, është thjesht mënyra ime për të mbrojtur atë që kam më të çmuar, veten time. Sonte pash një foto të Klevisit në Facebook. Ishte martuar, kishte një fëmijë të vogël në krah, buzëqeshte. Një dhimbje e lehtë më përshkoi, por nuk ishte ajo dhimbja e vjetër që më shkatronte. Ishte një dhimbje e butë, si era që fryn në sheshet e Fierit. I shkrova një letër, nuk ja dërgova kur, por e shkrova për veten time. I dashur Klevis, dua të them faleminderit. Faleminderit që më prite, që më durove, që më deshe ashtu siç isha. Faleminderit që u përpoqe të hyje brenda meje, edhe kur unë mbylla derën. Faleminderit që në vend që të zemëroshe e ti, më mbaje në krah dhe më thoje se do të prisje. Nuk arrita të më hyje plotësisht dhe më vjen keq për këtë, por ti më mësove diçka të vlefshme, se unë jam e denjë për dashuri, edhe pse nuk mund të dua siç duan të tjerët, se unë kam vlerë, edhe pse jam ndryshe. Tani ti ke familjen tënde dhe unë gëzohem për ty, dhe unë kam jetën time, me të gjitha vështirësitë dhe bukuritë e saj. Të uroj të jesh i lumtur dhe të falenderoj që për një kohë ishe ti që më bëje të ndjehesha e denjë për dashuri. Jotja Era. Tani kur më pyesin pse nuk jam martuar, pse nuk kam fëmijë, pse rri vetëm, unë nuk shpjegoj dot. Nuk them më se kam murin tim, se jam e ngushtë, se askush nuk futet dot brenda meje. Them thjesht, kështu jam unë dhe jam mirë, sepse jam mirë. Më në fund, pas një jete të tërë lufte me veten time, kam mësuar të jem mirë me atë që jam. Kam mësuar se dashuria nuk ka vetëm një formë, ka shumë forma dhe unë kam dashurinë time, dashurinë për nxënësit e mi, dashurinë për librat, dashurinë për muzikën, dashurinë për veten time. Nuk e di nëse një ditë do të vi dikush që do të arrijë të futet plotësisht brenda meje. Ndoshta po, ndoshta jo, por unë nuk pres më, nuk pres askënd, sepse unë jam brenda meje dhe kjo mjafton. Unë jam Era nga Fieri dhe kjo është historia ime.